I humbun edhe I dështum është ai person të cilit I hin Ramazani, edhe del Ramazani, edhe nuk janë falë gjunahet e tij. Dhe është koha më e mirë për tu kthy tek Allahu Azza wa Jalla. Është koha më e mirë për tu pendu, sepse gjithsecili për ne të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gabimtar, çdo njeri është gabimtari më I mirë, është ai I cili kthehet tek Allahu Azza wa Jalla. Dhe ai I cili pendohet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është si ai I cili nuk ka bërë gjunah asfa. Gjematin e rum, Allah subhanahu wa ta'ala është ai I vetmi që krijon për zgjallje. Ashtu si çdo ai, siç na tregon në ajetin kuranor duke thënë Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Zoti jot krijon çfarë don dhe zgjidh lirisht. Allah subhanahu wa ta'ala I ka dallu me veçori dhe mirësi të ndryshme të veçanta disa kohë nga disa kohë të tjera. Disa vende nga disa vende të tjera dhe disa njerëz nga disa njerëz të tjerë. Në këtë kontekst Allah subhanahu wa ta'ala e ka dallu këtë muaj të vegat të Ramazanit mbi të gjithë muajt e tjerë, duke I dhënë vlera dhe veçori mashtore. Muslimani shtyhet prej shkaqeve të shumta për të arritur shpërblimet e Allahut Azza wa Jall, begatit Allah subhanahu wa ta'ala në këtë muaj. E prej shkaqeve më të spikatuna dhe më të dalluara është meditimi në jetën e të parëve tanë të devotshëm. Ecja në hapat e tyre në këtë muaj të begat. Sjellja e tyre në këtë muaj të begat ishte masë shembullore, ishte e veçantë, sepse ato kishin kuptuar fjalën e Allahut Azza wa Jall, ku ka thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji I Ramazanit është muaji të cilin është zbrit Kur'ani, ka filluar zbritja e Kur'anit, I cili është udhërrëfys për njerëzit plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues I të mirës nga e keqja. Po ashtu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur I ka thënë shokëve të tij në natën e parë të Ramazanit: hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtan, një thirrës se rreth në çdo natë të këtij muaji. O ti që kërkon të mirën, afrohu, dhe o ti që kërkon të keqen, frenohu, ndalu. E Allahu I nalësum në çdo natë të këtij muaji I shpëton prej zjarrit disa prej kërjesave të tij. Këto argumente dhe argumentet e ngjashme me këto I ka nxitë por tanë të devotshëm që me e shtu adhurimin në muajin e Ramazanit, e ata arritën majat e asketizmit dhe devotshmërisë në këtë muaj për të cilin Allahu Azza wa Jalla në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija e kanë veçuar pozitën e tij. Ibn Rajebi, një prej dietarëve të Islamit, na ka treguar që të parët tanë të devotshëm 6 muaj para se me ardhë Ramazani e lutin Allah subhanahu wa ta'ala që m'ja barris me zonë muajin e Ramazanit, me përjetu muajin e Ramazanit. Dërsa 6 muaj më pas e lutin Allah subhanahu wa ta'ala që këto vepra që kanë vepruar në muajin e Ramazanit, veprat e mira, adhurimet e tyre, m'ja pranuar Allah subhanahu wa ta'ala. E tonë kjo na tregon për angazhimin që këto njerëz të nderuar kishin në këtë muaj të vegat. E ky angazhim përshëndrohej në disa lloj adhurimesh, në disa lloj veprash. E do t'i përmendim shkurtimisht të cilën për tyre me lejnë Allah të zgjidhë. E para është shtimi I bujarisë. Shtimi I bujarisë, I lëmoshës dhe I sadakas në këtë muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu ishte shumë bujar, kurse kur vinte muaji Ramazanit të takoi me Xhibrilin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtonte edhe më tepër bujarinë e tij. Po ashtu prej veprave që kanë pas mësimi, përsëritja e Kur'anit, meditimi në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo vit gjatë muajit të Ramazanit e përsëriste Kur'anin së bashku me Xhibrilin, në melekun që I sillte shpalljen profetit sallallahu alaihi wasallam. Shtimi I adhurimeve më tepër se sa në muajt e tjerë dhe angazhimi me këto adhurime. Transmetohet nga nana besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam angazhohej në 10 nesër në fundin e Ramazanit, ashtu siç nuk angazhohej në kohët e tjera.
Dhe po ashtu ka thënë që kur hyn 10 neçi i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjallënonte natën me adhurim. E zgjonte familjen e tij pra për të adhuruar Allahun azza wa jall, i largohej grave të tij dhe angazhohej në adhurim. Në këtë muaj, po ashtu të parët tonë të devotshëm e kanë veçuar natën e Kadrit me adhurim ndryshe nga netët e tjera të Ramazanit. E kanë veçuar duke pas parasysh fjalën Allahut azza wa jall, inna anzalnahu fi lejlatil qadri wa ma adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khayrun min alfi shahr. Me të vërtetë që ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. E ku e dini se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, thot Allahu azza wa jall. Po ashtu në ka nxit profeti sallallahu alaihi wasallam që me kërku këtë natë 10 neçin e fundit duke thënë kërkojeni natën e Kadrit në 10 neçin e fundit të Ramazanit. Po ashtu sevapi, shpërblimi është siç na tregon من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kush ngrihet për të falur natën e Kadrit me besim te Allahu azza wa jalla dhe mbidhen tek ai, duke vëgërit shpërblimin Allah subhanahu wa taala, atij ka më fal gjinohet e mëparshme. E pikërisht shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam e shtonin adhurimin edhe lutjet në këtë kohë. Dhe pikërisht në këtë kontekst vjen edhe pyetja e Aisha radhiyallahu anha, kur e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, i thotë: "O i dërguari i Allahut, nëse unë e di se cila është nata e Kadrit, çfarë them në atë natë?" I thotë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Quli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Thuaj, thotë, ti o Allah, ti je falës dhe bujar, e don faljen, prandaj më fal mua. E transmetohet se disa prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe tabi'in, gjenerata që vinte pas tyne, pas shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, pastroheshin edhe parfumoseshin në 10 netët e fundit të Ramazanit, duke shpresuar në arritjen e gradave të kësaj nate të bekume. Po ashtu, prej veçorive të veprave që kanë bërë këto njerëz të nderuar në muajin e Ramazanit është namazi i teravive, angazhimi me namazin e natës. Është shujt namazit e teravive sepse me çdo rekateve ka pushim. Ka një pushim të shkurt, dhe kjo është shkaku që është shujt namazit e teravive. E namazit e teravive është sunet me unanimitetin e dietarëve, kanë dakord dietarët se është i pëlqyeshëm për të vepruar. Është një sunet i fortë prej profetit sallallahu alaihi wasallam. E të parë tonë të devotshëm jepnin rëndësi, i kushtoshin rëndësi i namaz, e zgjatësin këtë namaz. Umeri radiallahu anhu, mas i falte namaz natën, kur hynte gjysma e natës, e zgjonte familjen për të falë, duke ju drejtuar këtë fjalë, i thote as-salah, as-salah, namazi, namazi, dhe lexonte fjalën e Allahut azza wa jall, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Urdhroje familjen tënde me fal namaz, i qetë e durimtar me ta, ne nuk kërkojmë për teje furnizim, na të furnizojmë ty dhe fundi i mirë është për të devotshëm. Ibn Rajebi, Allah më shiroft, ka thënë që Umeri radiallahu anhu e ka urdhnu Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Darin, Allahu qofi kënaqur me të dy, që me i drejtu njerëzit në namazin e teravive gjatë Ramazanit. Imami në atë kohë thonte, e lexonte 200 ajete në secilin rekat. Atësa mbaheshin në shkupin nga zgjatja e namazit. Mbaheshin në shkupin nga zgjatja e namazit dhe largoheshin pak para agimit, pak para semehi sabahit. Ndërsa në kohën e tabi'inëve, gjenerata që ka ardhur mes sahabeve, në namazin e teravive gjatë 8 rekateve të para, thot ato lexonin surën Baqara. Edhe vjen ndoshta rreth 6-7 faqe për çdo rekat. Nëse imami e lexonte këtë sure për 12 rekat, atëherë ata mendonin se e ka shkurtu namazin më tepër se ç'duhej. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Për pikave të tjera po ashtu, të veprave që kanë bërë këto njerëz të nderuar gjatë muajit të Ramazanit, ashtimi i leximit të Kur'anit edhe meditimi në kuptimet e tij. Ibn
Ibn Rajebi Allah më shërof thot, disa nga paraardhësit tanë të devotshëm e përfundonin leximin e Kuranit në Ramazan gjatë namazit të taravive çdo 3 net. Disa prej tyre çdo 7 net, disa prej tyre çdo 10 net. Ata lexonin Kur'anin në muajin e Ramazanit në namaz edhe jashtë namazit. Ata edhe thot, përfundonte leximin e Kur'anit jashtë muajit të Ramazanit çdo 7 ditë, ndërsa në Ramazan çdo 3 ditë. Ndërsa në 10 netëshin e fundit e lexonte për çdo natë, e përfundonte e bëte hatme Kur'anit për çdo natë. Imam Shafiu përfundonte leximin e Kur'anit bëte hatme 60 herë gjatë Ramazanit, edhe kjo jashtë namazit. E diçka e tillë transmetohet edhe për Ebu Hanifen, Allahu mëshiroft. Kur vinte Ramazani, Imam Zuhriu thonte, ky është muaji i leximit të Kur'anit dhe shpërndarjes së ushqimit. Po ashtu për veprave që ata kanë bërë edhe itikafi, qëndrimi në xhami me një adhurimi. Andaj në xhami me adhuru Allahun Azza wa Jalla duke përmendur atë, duke u lutur atij marrë. E gjatë këtij muaji të beqat pëlqejet që muslimani me bë itikaf duke shtuar adhurimet dhe lutjet, e kjo duke pas si shembull profetin sallallahu alaihi wasallam, e transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 neshin e fundit të Ramazanit ai bante itikaf, qëndronte në xhami me një adhurimi derisa pa ndrojë. Ndërsa pasi ai ndrojë banën itikaf gratë e tij. Për veprave të mira që kanë bashkë edhe me i dhan ushqim të tjerëve, me i dhan ushqim të tjerëve. Dhe kjo vjen në kontekstin e fjalës së Allahut Azza wa Jalla, ku i përshkruan robërit e tij besimtar duke thënë wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Edhe ata që u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe atyre që janë zonë rob, duke thënë ne ju ushqejmë ju vetëm për fytyrën e Allahut Azza wa Jalla, ai nuk dona për jush as shpërblim e as falënderim. E të parë tanë të devotshëm kanë shembull të pika me ushqy njerëzit. Pa marrë parasysh se kush ka kënaj person, duke mos e dalluar të mirin prej të keqit dhe nuk përqendroheshin vetëm te të varfrit apo te nevojtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë në hadith, ja ayuhan nas, o ju njerëz, afshu salam, përhapeni selam. Wa at'imu at-ta'am, edhe jepni ushqim, wasilu al-arham, edhe mbajni lidhjet falefisnore, wasallu bil-lejli wa nasu niyam, edhe faluni natën ndërkohë që njerëzit janë në gjumë, tadkhulu al-jannata bi salam, në këtë formë, në këtë mënyrë do të hyni në xhennet me paqe, me selam. Po ashtu disa prej të parëve tanë kanë thënë, është më e dashur për mua që me i ushqy 10 prej shokëve të mi, më tepër se sa me i liru 10 robër nga bijtë e Ismailit. Për veprave të veçanta në muajin e Ramazanit, po ashtu është edhe umrja që bëhet në Ramazan. Umrja në Ramazan nuk ka vlerën e umrës jashtë Ramazanit, ka një vlerë të veçantë. E për këtë vlerë na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, ku thotë umratun fi Ramazan ta'dilu hajja. Umrja në Ramazan ka vlerën, ka shpërblimin e një haxhi. Kurse në një transmetim tjetër thotë hajjatan ma'i, një haxh së bashku me mua. E ky është një shpërblim i madh, të cilin Allahu Azza wa Jalla ka vendosur për muslimanin në këtë muaj të begat, muaj të begative të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këto adhurime spikasin dallojnë agjërimi ditën dhe namazin natën. Agjërimi gjatë ditës, ashtu siç e ka legjitimuar Allahu Azza wa Jalla, duke i larguar gjanave të ndaluara, duke e frenuar gjuhën edhe gjymtyr prej saqeve të Allahut Azza wa Jalla, edhe namazin natën duke e pasu, duke zbukuru këtë namaz, duke pasu profetin sallallahu alaihi wasallam në bukurinë e namazit. Edhe thot Ibn Rajebi, thot dije se besimtarit gjatë muajit të Ramazanit i bashkohen 2 lloje sakrificash dhe përpjekjesh shpirtërore. Sakrifica dhe përpjekja gjatë ditës me anë të agjërimit dhe ajo natën me anë të namazit e natës. Ai i cili bashkon mes tyre 2 lloj përpjekjesh i realizon siç duhet dhe i kryen me durim, atëherë ai ka për të shpërblyer pa mas.
E ashtu si që dim, Kur'ani dhe agjërimi ka me ndërmjetësu tek Allahu Azza wa Jalla në ditën e gjykimit për muslimanë. Ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit. Agjërimi ka për të thënë, o Zot, unë kam ndaluar atë nga ushqimi dhe epshi gjatë ditës, prandaj pranoj ndërmjetësimin tëm për të. Ndërkohë që Kur'ani ka me thënë, e kam ndaluar nga gjumi i natës, prandaj pranoj ndërmjetësimin tëm për të. E Allahu Azza wa Jalla ka me bët mundën që ma ju pranu ndërmjetësimin. E pra në këtë mujtë të begat, na duhet të bëtë shmas që me përfitu për i begative të këtij muaji, duke u përkujdes për namazin e teravive, edhe bile para se më kujdes për namazin e teravive, i cili është sunet, është një sunet i folë për profetit sallallahu alaihi wasallam, duhet që të kujdesen për namazin e detyrueshëm. Se ndoshta ndonjëri për në shkollë mangësi dhe pjesa e namazit të detyrueshëm, ato 5 vakte të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bë obligim për çdo musliman me shpërblimin e 50 namazeve. Adhurimi i cili është bë obligim, është adhurimi vetëm që është bë obligim në qiej. Është adhurimi vetëm që është bë obligim në furmë drejt për drejt prej Allahut azza wa jalla. Ndërkohë që adhurimet e tjera janë bë obligim përmes Jibrilit alayhis salam. Adhurimi i cili ka me kanë vepra parë që ka me marrë në llogari në ditën e gjykimit. Nëse llogaria ti ka me shku në rregull, edhe pjesa tjetër e llogarisë ka me shku në rregull. Nëse llogaria ti ka me shku keq, atëherë edhe pjesa tjetër e llogarisë ka me shku keq. Prandaj duhet me i kushtuar rëndësi namazit të obligueshëm para namazit të teravihit. Pra duke u kujdes për faljen e namazit në kohën e përcaktuar, duke i falë teravih, po ashtu namazin e natës, sepse ai i cili fal me imamin deri në fund i shkruhet sikur se fal komplet natën, edhe ai i cili fal namazin e teravihit gjatë muajit të Ramazanit, Allahu subhanahu wa ta'ala i fal atij gjinat e mëparshme, na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Duke dhënë zakatin, ata që e kanë obligim, me nxjerrë atë, duke dhënë lëmosh, sadaka për të varur, duke agjëruar në mënyrën më të mirë, pa e prish shpërblimin e agjërimit me vepra të pahishme apo gjëra të ngjashme me të. Dhe muslimani duhet të bëjë çmosjen që me shfrytzu këtë muaj për me arrit mirësitë, begatitë, shpërblimet të panuara prej Allahut azza wa jalla. Nëse njëri e kalon këtë muaj i hutuar dhe i larguar nga rruga e drejtë, atëherë ky muaj kalon duke lënë njëri në të njëjtën gjendje që ka kanë përpara, nuk i rron. Si ka kanë para Ramazanit, ashtu është edhe mas Ramazanit, sepse nuk është agjërimi vetëm ndaj pa hëngur e pa pijë, se këtë gjë mund të bëjë gjithkush. Përsa agjërimi është përmirësimi i zemrës edhe lidhjes me Allahun azza wa jalla. Qoftë Allahu azza wa jalla la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Ky është qëllimi, nuk është qëllimi me ndaj pa hëngur e pa pijë. E pikërisht për këtë na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith duke thënë: "Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." I humbur edhe i dështuar është ai person i cili i hin Ramazani, edhe dhe Ramazani, edhe nuk janë falë gjinahet e tij. Prandaj, ai i cili privohet për mirësive të këtij muajit, ai me të vërtetë që është i privuar nga fatkeq. Si nuk ka me kanë i privuar nga fatkeq, ai person i cili e ka arrit sezonin e faljes, edhe të mëshirës se nuk e ka shfrytzu për të liruar nga barra e gjinaheve dhe mëkateve që ka mi shpillën, përse vazhdon me majtë shpillën e tij. E kjo vetëm si pasojë e neglizhencës edhe mos interesimit e tij. Nga ana tjetër, shpërblim të madh, ana të cilët tregojnë të vëmendshëm, garojnë për arritjen e shpërblimeve të Allahut azza wa jall dhe mirësive që Allahu ka përgatitur për robërit e tij të devotshëm. Nëse njeriu nuk e fiton mëshirën, shpërblimin, mëshirën e Allahut në këtë muaj, kur ka me fitu? Muajin në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala i hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e zjarrit dhe po ashtu pranguesen shejtan. Nëse në këtë muaj na nuk arrin mirësinë, edhe treguara neglizhen, kur kena me arrit në faljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj le të bëjmë sa më shumë vepra të mira, le të distancohemi prej gjinaheve, le të shtojmë keqardhjen edhe pendesën tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ta përmendim sa më shumë me madhnim, me lexu Kur'anin sa më tepër, edhe ai musliman i cili ndoshta nuk e ka nis hala namazin, se kur i kthehet e pika namazit, ai që nuk e ka nis namazin le të bëjë niyet që në këtë muaj me nis namazin. Është koha më e mirë për tu kthyr tek Allahu azza wa jalla.
është koha më e mirë për të pendu, sepse gjithsecili për nesh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gabimtar, çdo njeri është gabimtari më i mirë, është ai i cili kthehet tek Allahu azza wa jall. Dhe ai i cili pendohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është si ai i cili nuk ka bërë gjinah asfa. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala me na fal dhe me na mëshiru, me na bë për atyne që e gjallnon këtë muaj me adhurime e lutje ndaj tij me të vërtetë, që është falës i madh e mëshirshëm.